Elda Hoti. Tani, pyetjet u bërë më shumë për qytetarët, jo se prisnim në i përgjigje të saktë, se paka shumë përgjigjen e dinim. Ajo që është për të shqetësuar është që OSB-e Odiri vlerëson që në Shqipëri u shkel hapur ligji me VKM-t e famshme që miratoi kryeministri 2 ditë para zgjedhjeve për shpërblimin e 700.000 pensionistëve dhe për faljen e gjobave. OSB-ja, që nuk është organ ligjzbatues apo ligjvënës, e konstaton që është shkelur hapur ligji. Dumani nuk e konstaton që është shkelur hapur ligji. Ka gjë më të rëndë se kjo? Për Dumanin nuk ka shkelje ligji. Patronazhistët e drejtorët, ministrat që shpërndanin thas me para, që bënin favore, që bënin ndera dhe favore në shkëmbim të votës, i din gjithandej në çdo qark, në çdo fshat, po kudo kanë shkuar, kam nxjerrë unë në Facebookun tim, kam nxjerrë kryetari i Partisë Demokratike në Facebookun e tij. Video duke shpërndarë legalizime dhe hipotekash. Por nuk ka krim. Pse? Sepse është partia mbi të gjitha. Për në sa filova, për duro. Tani, për Dumanin, kur kërcënohet deputetja me rrëmbim vajze, nuk është vepër e spakut. Po që se deputetja do kërcënohet e banditin, do ishte vepër e spakut. A e kuptoni apo jo? Ja pra, kjo është e gjitha. Tani tjetra, po si mund është të vi kryetari i spakut tu e të thot për gjabaftët unë nuk i njoh për organizat kriminale dhe grup strukturar kriminal. Po të pyes partnerët e tij në Britani të Madhe çfarë bërë, të pyes partnerët e tij në Itali, po të shkojnë vore të pyes çfarë i thonë gjithë qytetarët. Është kartel, jo thjesht një organizat kriminale, është një shkallë shumë më e lartë. Po pse? Sepse nuk e lejon Rama, nuk e lejon padroni që t'i njoh për organizat kriminale, as Troplinët, as Uelqenën, as Gjabaftët, as një. Dhe po dëshmon se pa urdhën e atij, ky nuk jeton. Pastaj këtu themi ne hetojmë Ramën. E dim, as se ka menduar ndonjëherë, as nuk ja lejon vetes ta mendoj. Pavarësisht asaj që tha zoti Boçi, 17 vendime për i ditë, vetëm edhe eroja e derës tu e di që vetëm kryeministri ka fuqi ti ushtrojë. Por jo, për Dumanin nuk janë ato, nuk ekzistojnë. Sikundërse ekziston as Olsi. Kjo është. Ja pra, çfarë na duhej ne?